Mi pas për para qështu pa 2014 e shofim. E bojmë qeveri. Që është rruga dur si pas jush për me dalë? Pa duhet me konstitu parlamenti, pastaj qeveria, qose nuk është, shkojmë zgjedhje edhe. To është demokracia. Për me ardhë deri te konstituimi, zgjedhja e kryetarit parlamentit, si pas jush, çka do të me bu? Cila palë do të me lëshupe? Pa na krejt jemi përfaqësues popullit, edhe duhet si deputet me votu për kryetarin i parlamentit, parafarsisht kush është. Po nuk po votuhet, ashtë një. Duhet me votu, pa tjetër, kemi obligim me votu. Saj përket pakica, a mendoni që ka ndasi mes grupit juj minoritetit jo serbe? Ja, duhet krejt me votu prej komunitetit. Saj përket çështjes ndarjes mas nej nën kryetarëve, a keni diskutu kush do të marrë apo ka Si grup kemi propozim. Përfshirë edhe Duda Balin e vetëm Berishën apo jo? Ata kanë drejt me kandidu. A keni më përkraju, a janë ata pjesë aty në diskutim? Jo, nuk janë. Faleminderit.